E këtë më herët që menaxhojnë komunën, unë nuk e menaxhoj komunën, e menaxhoj qytetarët e komunës tonë, bashkë me ta. Vendimet i marrën kuptohet automatikisht në asamble komunale, por çdo herë bashkëpunim me qytetarët, kemi thënë plot 2 vite të plota, kemi filluar vitin e tretë. Kur thoni e menaxhojnë qytetarët, a mund të elaboroni si menaxhohet për qytetarët? Po disa herë të ftuar unë ndodh që puna nuk e nisi veç komunë, nuk e kam zyrën veç në komunën e Sarajevës, domethënë brenda objektit, por kam zyrën në Zdoçan, në Samandragjë, në Pllacën, në Budakov. Ndodh që punën e filloj në ora 8 në Samandragjë, në Zdoçan, në Durrëlan, në Budakov, shumë shatra. Qëllimi është që shkoj shiftoj për një kafe, bashkëbisedosh me ta. Shumë më mirë është me shkuën për shkak të Samandragjës se më ardh dera me prit 30 persona ose në fshatin qendër, kështu që mas ne marrim informatat më sakta, shohim terrenin, e kthejmë çka ka nevojë punu. Asnjëherë nuk udhëhiqet puna vetëm mbi zyrës, për atë arsye se ju e dini që është në luftë në udhëheqjen e shtabet, por shtabet nuk vendosen në shtet, po vendosen pjesë shtatorët për shembull, ku ka nevojë me shkuat të shkojë, kështu që ndoshta unë kam një metodë tjetër të udhëheqjes së menaxhimit dhe kjo nuk është që më mirë. E sa më shumë që je në terren, jem afër qytetarëve, i shoh zonat mirë praktike, i shoh punën që do të më kryej dhe kjo më ndihmon shumë.